Vazhdojnë debatet me tonet e larta në shtëpinë e Big Brother VIP. Laerti ka debatuar me Gertën, ku nuk kanë munguar ofendimet ndaj njëri tjetrit. Dy banorët ju kthyen një debati të pak ditëve më parë, ku Laerti i tha banores: "I ke bërë një dush që të kthjellohesh", dhe ajo e mori sikur po e ofendonte për higjienën e saj. Thash, ose hidhu në pishin të kthjellohesh ose bëj një dush të kthjellohesh. E ti më thua, erdhe në këtë shtëpi dhe e mbaj era qen. Erdhe të bëje dush në këtë shtëpi, sqaron Laerti. Gjithashtu Gerta i përmendi aktorit faktin se aktualisht është një banor i vetëm me Valbonën dhe ai u përgjigj se e ka për nder pasi ajo ka dalë shpesh në nominime dhe ka dalë fituese. Pjesë nga debati. Gerta: "O gjysma e gjelit." Laerti: "Ja prap ofendon." Gerta: "A je lojtari vetëm me Valbonën?" Laerti: "Unë kam për nder të jem një lojtari vetëm me Valbonën, se ka qenë 11 herë në nominim dhe ka dalë fituese, kurse ti, shoku jot i ngushtë që devijoi vijën e partisë, të ka nxjerrë në nominim të përhershëm. Po ti nuk mban mend. Prandaj të them se nuk të ndihmoj dot." Gerta: "Unë di dhe të fal." Laerti: "Si mund të kesh shok të ngushtë dikë që të nxorri në nominim të përhershëm? Unë që fala një grua nuk jam burr, ti që fale një burr je në rregull? Filet të janë djegur, nuk kam ç'a të them." Gerta: "Nuk di të thuash një argument, dakord? Ti e banalizove muhabetin." Laerti: "Të thash ik bëj dush të kthjellohesh, po ti nuk kupton." Gerta: "Ore, je artist, je Laert Vasili, si i banalizon muhabetet?" Laerti: "Të thuash ik bëj dush të kthjellohesh të duket banale, po logjika jote nuk ekziston asnjë pikë." Gerta: "Si e çon deri në atë pikë muhabetin, si e banalizon muhabetin?" Laerti: "Thash ose hidhu në pishin të kthjellohesh ose bëj një dush të kthjellohesh, e ti më thua, erdhe në këtë shtëpi dhe mbaje era qen. Erdhe të bëje dush në këtë shtëpi." Gerta: "Po, se më përmende higjienën time." Laerti: "Logjikën thash të kthjellosh trurin." Gerta: "Je shumë i ndyrë." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.